Shteti gjerman ka mbajtur zgjedhjet parlamentare pa kohë pas Kosovës. Kësaj radhe ka fituar kancelari Friedrich Merz, duke mposhtur kundër kandidatin Olaf Scholz. Edhe në Kosovë është komentuar fitoria e Merz, duke pyetur nëse kjo fitore është një sinjal i mirë shqiptar. Një shëndrim për këtë çështje e ka dhënë edhe veprimtari shqiptar në Gjermani, Cevdet Sylla. Ai ka thënë se fitoria Merz është sinjal i mirë si për gjermanët edhe për shqiptarët. Para së gjithash, mendoi se qeveria e Friedrich Merz, gjegjesisht e koalicionit në mes të CDU, CSU dhe SPD-s, është sinjal i mirë për popullin gjerman, por gjithsesi edhe për shqiptarët, duke vlerësuar rrezikun potencial të ardhjes në pushtet të AFD-s si parti e ekstremit të djathtë, me prirje kundër të huajve në Gjermani, si të sfidave që po sjell lufta në Ukrainë. Partitë tradicionale CDU, CSU dhe SPD në kohë rekord u dakorduan për formimin e qeverisë së re, vlerëson Sylla. Veprimtari Sylla, në një intervistë dhënë për Bota Sot, ditë më parë ka thënë se ky shembull i duhet edhe Kosovës për formimin e qeverisë së re. Ky shembull duhet t'ju shërbejë edhe partive politike në Kosovë që të mos humbin kohë në formimin e qeverisë së re. Kjo nuk është vetëm dëshirë, është imperativ i kohës që po nuk e shfrytzuam si duhet, mund të na godas pa mëshirë, thot ndër të tjera ai.